Shikues të nderuar, televizori shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Jemi në emisionin Diaspora dhe Vendlindja. Sot do të flasim për zgjedhjet e 14 maj 2023 që në Shqipëri u zhvilluan për pushtetin lokal. Do të flasim për mos pjesëmarrjen e diasporës në këto votime, edhe pse kanë kaluar shumë vite. Ne nuk votojmë, edhe pse emrat tonë janë atje. Njëkohësisht do të flasim pse opozita nuk fiton. Dhe mandej do të flasim edhe për presionin e kryeministit Rama gjatë fushatës duke i kërcënuar votuesit në forma të ndryshme. Për të folur për këto informacione dhe të tjera, unë kam ftuar analistin zotin Beqisina, është bashkëpunëtori i Televizionit Shqiptar të Amerikës, po në rastin konkret e kam ftuar në rolin e analistit, pasi është një gazetar me shumë përvojë, e njeh politikën shqiptare mirë dhe mbi të gjitha edhe pse vjen nga shtresat e përdjekura dhe është i djathtë për analiza dhe përqendrimet e tija janë shumë kombëtare shqiptare dhe unë e përshëndes, e kam në linjë direkte nga jam lidhur pa me New Yorkun. Zoti Sina, të përshëndes. Përshëndetje keni. Jam shumë i kënaqur që ju kam në këtë bisedë. Sigurisht juve keni dhënë dhe keni vazhduar të jepni vazhdimisht kontributin tuaj nëpërmjet emisioneve që keni bërë. Me rastin e përvjetorit të Televizionit Shqiptar të Amerikës 20 maj kishte 23 vjetorin. Unë ju kam falenderuar aty në bisedë që më bën stafi i televizionit për një punë shumë profesionale, shumë korrekte, mbi 16 vjet që ju e bashkëpunoni me Televizionin Shqiptar të Amerikës, ju jam personalisht minjohës, po dhe stafi gjithashtu, si gjithë punonësit e tjerë që punojnë në televizorin tonë, mendoj se ajo pjesë e pashpërblyer ka shkuar suport në ana juaj për komunitetin shqiptar, dhe komuniteti shqiptar duhet të jetë minjohës për kontributin që keni dhënë dhe jepni vazhdimisht. Por sot do të kalojmë aty tek zgjedhjet. Juve keni dhënë opinionin tuaj në disa televizione, disa portale, gazeta, keni shkruar, por do ishte mirë që së bashku ta fillojmë në emisionin që neve kemi bërë shumë biseda lidhur me mendimet tuaja, mendimet se si mundet të riorganizohet dhe si mund të japi diaspora kontributin për vendlindjen. Dhe konkretisht do vim tek zgjedhjet e 14 majit 2023 që u zhvilluan ato lokale në Shqipëri dhe pyetja është pse nuk mori pjesë diaspora. Kanë kaluar zoti Sina 10 zgjedhje parlamentare, 9 lokale, emrat tanë ekzistojnë atje në lista dhe ne nuk marrim pjesë në zgjedhje. Cili është mendimi juaj? Mendimi im është ai që është edhe ajo konkluzioni zyrtar që del nga kjo pyetje, është se Shqipëria ende nuk ka një mekanizëm ligjor për ta bërë këtë. Ende nuk është krijuar një mekanizëm ligjor dhe këtu do të shtruhet edhe pyetja që pse nuk ka Shqipëria një mekanizëm ligjor që do të organizonte zgjedhjet me diasporën. Diaspora është lënë me qëllim jashtë loje në zgjedhjet në Shqipëri, si nga Partia Demokratike kur ishte në pushtet, ashtu edhe nga Partia Socialiste dhe kjo majorancë që është sot për 12 vjet. Për 10 vjet, për këto 10 vjet sa u dheq. Por ajo që është kryesorja dhe që mendoj unë nga ajo që e shoh unë diasporën, është se të partitë shqiptare duan ta shfrytëzojnë diasporën si secila kur është në pushtet në anën e saj. Pra të tregojnë një anshmëri tek diaspora se diaspora gjoja është e një anshme dhe gjatë kohës që është në pushtet partia, ose Partia Demokratike është me Partinë Demokratike, dhe tani që është Partia Socialiste është me Partinë Socialiste. Kjo nuk është e vërtet, nuk është as pak e vërtet. Unë mendoj se çdo njeri që del nga Shqipëria, që kalon kufirin, çdo njeri është opozit me çdo pushtet në Shqipëri. Aja është vetë arsyeja e atij njeriu që del nga Shqipëria, e atij shqiptari që del nga Shqipëria, është ajo që është i pakënaqur me vendin, pra del nga Shqipëria. Pra kjo tregon atë se diaspora është opozit me pushtetin kushdo të qoftë në pushtet. Dhe ajo pastaj që nuk i intereson qeverisë shqiptare, çdo qeverie shqiptare, dhe sidomos kësaj qeverie që është sot, është se diaspora do të luante rol në votime. Nga që diaspora gjithmonë është më e interesuar dhe është ajo që voton vazhdimisht. Dhe ajo pjesë që voton dhe që ka ikur, sipas statistikave, dhe po t'i referohemi statistikave të fundit, është pjesa më e madhe, është rinia. Është ajo e moshës
nga 25 vjeç do të marr 20-25 vjeç deri në 35 ose 40 vjeç. Pra është ajo pjesa më energjike, është ajo më vitale që mund të zhvillojë demokracinë në Shqipëri. Pra kjo pjesë që ikën tani nga Shqipëria, që ikën e pakënaqur nga Shqipëria, ikën nga jo nga politika, po nga jeta, për jetë më të mirë, atëherë ajo patjetër do të jetë opozitë dhe është frikë për pushtetarët. Pushtetarët e kanë frikë diasporën në këtë kontekst. Në kontekstin e asaj se diaspora do të luante një rol vendimtar në votimet në Shqipëri. Por që të luante këtë rol diaspora, duhet kriju dhe mekanizmat për të votuar. Gjë që Shqipëria nuk e ka bërë dhe nuk e ka. Dhe ajo pse ka të vështirë Shqipëria për ta bërë këtë, që të tregoj dhe që diaspora të votoj, ajo mbetet për të përgjigjur pushtetarët vetë që e zgjasin këtë proces, në çdo zgjedhje e përmendin dhe e përdorin si kartë që diaspora do të marrë pjesë në votime dhe do të përfshihet në votime diaspora, por faktikisht siç e kemi parë dhe siç e pamë edhe në zgjedhjet e fundit, diaspora nuk mori pjesë. Dhe ajo që blen dhe është shqetësim lidhur me diasporën, është edhe në uljen e përqindjes së votimeve të votuesve. Në Shqipëri përqindja e votuesve arriti deri në 37.8 ose 38% e votuesve votuan. Është një nga shifrat më të vogla që është me vërtet për të shqetësuar jo vetëm për partinë për të djathtë, për opozitën, por është për të shqetësuar edhe për pushtetarët, për majorancën. Nëse do të bënte një analizë edhe Partia Socialiste, që e ka bërë gjithë roz ma vi Shqipërinë hartën, duhet ta shqetësonte më tepër ajo që pse nuk votojnë shqiptarët. Kjo është pyetja që do të ngrihet ajo. Se në pjesën që nuk votojnë shqiptarët, aty futet edhe diaspora. Do të bëj një pyetje tjetër për diasporën lidhur me qëndrimet që mban shteti shqiptar dhe partitë politike. Ju thatë që mëngojnë mekanizmat. Këto mekanizma janë probleme teknike apo politike? E shtjellova pak, por po shtjelloj edhe një herë më mirë, po shtjelloj më konkretisht. Ne duhet ta themi troç. Edhe pse kemi njohje me politikanët, kemi lidhje me politikanët, është ajo teoria që po mos jesh në sofër nuk mund të hash. Në rastin konkret, neve jo vetëm që nuk ju kërkojmë për të ngrënë, por ju kërkojmë për t'ju dhënë, sepse është kthyer diaspora në një lop e molën kur kishin nevojë e tani e kanë braktisur. Po, shife, Gani, këtu ka atë problemin që thash pak më përpara. Kur ishte në pushtet Partia Demokratike, kur ishte Partia Demokratike me koalicionin e vetë që kishte atëherë kur ishte në pushtet ato vite, nëse ju kujtohet në çdo zgjedhje, para zgjedhjeve në 2005-ën, e ngriti Berisha atëherë kur ishte kryeministër dhe kur filloi fushatën ose vazhdonte fushatën, e ngriti problemin e diasporës për pjesëmarrjen e diasporës. Që prej atëherë dhe mas asaj nuk u bë asgjë. Pati disa tentativa për të futur një ligj që do të merrte pjesë edhe diaspora në zgjedhje. Kjo pastaj me ardhjen në pushtet të Partisë Socialiste në 2013, po e njëjta gjë u përdor. U përdor ajo mënyra e fushatës për të hedhur një tymnuse, për atë se diaspora do të marrë pjesë. Po faktikisht diaspora nuk merr pjesë dhe ne vetë jemi dëshmitar të asaj që ne jemi të menjanuar nga jeta politike atje. Megjithse ne, siç e thatë edhe ju vetë pak më përpara, që ne jemi më të interesuar, ne jemi ata që duhet të ftohemi atje. Po kur s'na ftojnë, atëherë si do të marrim pjesë ne kur nuk ftohemi aty të marrim pjesë. Dhe kjo ka rëndësi aty. Po gjithë politika shqiptare në Shqipëri frikën më të madhe e ka nëse bëhet ndryshimi dhe luan përqindja e votimeve, do të luaj vetëm nga diaspora. Nga që diaspora është ajo më ndjeshme dhe e shef më me pasërti, nuk e shef me atë syrin që e shef qytetari sot në Shqipëri, e shef për interesat e tija. Vota sot në Shqipëri është interesi i atij qytetari që voton. Dhe kjo lidhet edhe me partinë në pushtet. Partia në pushtet fiton dhe fiton mirë
dhe fiton në një mënyrë kaq të madhe, fiton vetëm nga ajo se ka pas pushtetin. Dhe këtë pushtet ja dha Partia Demokratike, ja dha kjo pozitë, ja dha me largimin e saj nga pushteti atërshëm dhe e bëri që harta elektorale në Shqipëri të bëhet më vi. Dhe ajo që do të lundë rolin ajo që është kryesorja, është diaspora. Po diaspora që të marrë pjesë në zgjedhje, duhet një mekanizëm, duhet të krijohet një ligj që diaspora të marrë pjesë dhe të votojë. Ose të votojë elektronikisht, siç u votua në Kamës, Elbasan dhe në Vorë. Këto probleme janë teknike, bile në Parlamentin shqiptar disa herë ka shkuar ligji për të votuar diaspora dhe pastaj pa në një arsye nuk është shtruar fare ky ligj, pasi mekanizmat janë të gatshme, thera gjëra se si mund votoj. Por tani, unë do vi urdo. Po pra, atë desha të thoja që nuk quhet gabim teknik ky, nga se për teknikisht... Po, qëllimisht, tuna është mundaj për aktydjesh, politike, sa nuk duan të mos votojmë, po atere... Qeveria shqiptare teknikisht gani ka marrë $3 milion për zgjedhjet, për sistemin zgjedhor dhe për vendosjen e këtyre makinave elektronike. Makinat elektronike është zgjidhja më e marrë. Aty mungon ligji. Pra, mekanizmi kryesor është ligji. Në rast se ti si majorancë, si shtet ose si pushtet që ke në dorë për ta vendosur këtë mekanizëm, që është ligji, teknike do të ishte në rast se do të kishte probleme me votimin e diasporës, po teknikisht provojat ose eksperiencat e diasporave që votojnë në gjithë votën, gjithë diasporat që votojnë në gjithë votën, janë të zgjidhura këto teknikisht që Shqipëria e di sot. Teknologjia ka ecur aq përpara sa është qesharake të thuash që është gabim, është teknike një mungesë e tillë që mungon diaspora. Kjo është qesharake. Më falë, zoti Sina, do ta ndërpresim bisedën këtu, do të kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë.